Lundrimi detar për mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit është pezulluar për 3 ditë në portin e Vlorës për shkak të motit të keq. Kapiteneria e portit ka njoftuar se nga mëngjesi kësaj teje deri të shtunën, këto mjete nuk do të lejohen të dalin në det për shkak të erës së fortë bregdetare dhe dallgëve të larta. Sipas parashikimeve meteorologjike, era në gjit do të arrijë në 15 metra për sekond, ndërsa në det të hapur deri në 25 metra për sekond. Kjo pritet të sjellë dallgë deri në 2.5 metra në det të hapur dhe 1.5 metra në gji, duke bërë të rrezikshëm lundrimin e mjeteve të vogla dhe të peshkimit. Forca e detit do të jetë deri në 6 ballë në gji dhe 8 ballë në det të hapur. Megjithatë, tragedjet e linjës me Brindisin do të vijojnë lundrimin normalisht, pasi ato mund të përballojnë kushte më të vështira detare. Ndërkohë, administratorët e mjeteve të peshkimit dhe lundruese janë lajmëruar për situatën dhe kanë marrë masat për sigurimin e mjeteve në Bregdet. Pritet që situata të përmirësohet më 16 mars pas orës 8 të mëngjesit, kur do të lejohet sërish dalja në det e mjeteve të peshkimit dhe mjeteve të vogla lundruese.